6 subjekte të produkteve ushqimore janë gjobitur nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit për shkak të kalimit të afatit të datës së skadencës. Drejtori i AKU në Fier, Frederik Çuko, tha se shkeljet janë konstatuar edhe në 2 magazina të mëdha në Fier dhe në Lushnjë, në të cilat është asgjësuar malli dhe janë vendosur gjoba në vlera të konsiderueshme. Vetëm për muajin qershor ne kemi vendosur 6 gjoba të dyqaneve të tregtimit të produkte ushqimore për shkak të këtyre problemeve, të afateve të skadencës, të mos sistemimit të tyre, të largimit të tyre dhe me njerë kemi masa për blokimin. Kryesisht ne kemi pasur skadenca të pijeve alkolike, kryesisht të birrave, kryesisht të lëngjeve, të cilat kaluar afati e kemi sekuestruar, kemi bllokuar dhe kemi vendosur masat gjobë maksimale. Sipas Çukos, produktet e konstatuara me shkelje të datës së skadencës janë kryesisht pijet alkolike, për shkak të neglizhencës nga ana e këtyre subjekteve. Skadimi i produkteve të konsumit të përditshëm i shoqëruar dhe me temperaturat e larta të stinës sjell pasoja më të mëdha për shëndetin e konsumatorit, që për fat të keq nuk i kontrollon datat e skadencës gjatë blerjes së produktit.